Unë që po nguroja të vendosja kufjen se më prishën flokët, modeli I ri, nuk I rezistova dot. Nuk flas dot pa kufje. Pa dëgjuar këtë zërin tim brillant që në këto momente do thotë gjëra pa dëgjuar zërin tim to dim po. Tondues, po e po. Po thoja që do flasim për gjëra që po çmendin dynjan. Edhe janë disa kukulla, nuk e di atë ka rënë rasti ti shohësh, që personazhet e njohur I mbajnë në çanta, janë kështu, supozohet jenë të frikshme. Quhen labubu, edhe është një mani e tmerrshme do thoja unë për t'i patur këto labubut, janë kukulla që koleksionohen, edhe është bërë si trend, pavarësisht se janë kukulla që janë krijuar disa vite më parë, por tani u kujtuan dynjaja që t'i bëjnë virale. Po çfarë bëjnë trëmi njerëzit me këto? Jo, thjesht ti nëse ke një labubu, je shumë in Arber. Ne të dy jemi super out bubu. Super out bubu, okay. I mbajnë në çanta, domethënë trendi që e ka publikuar Rihanna, Dua Lipa, Blackpink, kanë nxitur këtë manin që njerëzit fiksohen edhe ti blejnë edhe ti varin tek ato. Po ne kemi ku I gjem në provincial të Shqipërisë. Çantat e tyre, po kam parë që mund të vinë, kam parë që ka edhe këtu, mund të vinë edhe këtu, janë krijuar në fakt 2019 nga artisti Casing Lang dhe pikërisht tani u bën të famshme, janë si krijesa të vogla monstruoze me vesh të gjatë. Ndërkohë, ky trendi dhe kjo mania që po çmend njerëzit I ka bërë që labubut të jenë për momentin kukullat më të shitura. Domethënë si të duket ky fenomen, të krijosh një gjë nga hiçi dhe ta bësh kaq viral. Si çdo trend tjetër biznesi, kur merr për kot një gjë, sepse sidomos e shtyrë nga personazhe publik botëror si Rihanna, rasti konkret të tjerë. Po them rreth të gjata në Los Angeles, në dyqane ku shiten këto kukullat që efekti I lavazhit trurit asgjë e re është bërë dhe me gjëra të tjera, njerëzit deri dje blenin edhe në MFT. Blinin gjëra që s'ekzistonin fare, vetëm se u bën blinin ajër me pak fjalë. Blinin ajër me pak fjalë, kështu që unë e dashur motor Jonida nuk jam I tërhequr as nga kukulla as nga asnjë lloj gjë. Unë jam I tërhequr nga floriri që shkëlqen. Nga diamante. Domethënë ti mund të koleksionosh nga monedha, nga gjëra dhe mua më ka tërhequr shumë vëmendje një lajm. Pa hënjer. Është zbuluar në brigjet e Kolumbisë, Karaibeve të Kolumbisë, anija me floririn më të madh që zbuluar ndonjëherë, me një vlerë, thuaj një vlerë për shumë kot. Sa mendon ti? Po thuaj sa. Mendoja që ishte Bud Spencer dhe ai tjetri. Thuaj një vlerë, sa mendon ti se është shumë lek për shembull. Me biliona besoj. Patjetër. Jepja. 17 miliard dollar është vlera që është gjetur në anijen San Jose, anije spanjolle. Domethënë e 1700 së konkistadorëve spanjoll kishin patur një luftë me anijet britanike, u fundos anija dhe për mbi 3 shekuj, kemi hyrë në shekullin e 4 të pas mbulimit të saj, kjo anije ka qenë fundosur në fund të detit me 17 miliard monedha floriri, diamante, gurë çmuar të tjerë e kështu me radhë. Tani që thua ti on që ka plasur një luftë e madhe diplomatike midis që I ka Britania apo Spanja? Spanja apo Kolumbia. Kolumbia thotë tashmë kjo është në territorin tim, është gjetur në territorin tim. Spanja thotë kjo është. Po Britania nuk hyri në këtë mes, Britania thjesht e fundosi. Me që ishte pjesë e këtij thesari, e kupton? Pjesë e kësaj, po, me që e fundosi dhe e mbajtën për 300 vjet. Kështu që nuk e di si do mbyllet ky proces midis Kolumbisë dhe Spanjës, sepse Spanja thotë janë pasuri e mbretërisë spanjolle, por ato janë akoma aty të pamarra akoma nga deti, sepse janë thellësi të mëdha. Por nëpërmjet teknologjisë ato kanë arritur të fotografojnë dhe kanë arritur të deshifrojnë edhe vlerën e tyre reale. Po Kolumbia mendoj ka burime natyrore. Ky lajm që ka dalë në Shqipëri, ndoshta skifterat e Shqipërisë, ata që punojnë me ekuatorin andej, ndoshta marrin. Po nuk janë polumbar. Ishte lajm shumë interesant sepse mendoja që këto gjëra, pra këto zbulime, këto përmbytje, këto tip piratësh të Karaibeve, ishin vetëm me Johnny Depp, por jo, ekzistokan vërtet. Shpresojmë të ndahet siç duhet.
Kolumbia dhe Spanja me këtë marrëdhënie. Se si do ta ndajnë ata Ne ato në që fakt ndajnë. përfitojmë shumë nga e gjitha kjo, por nuk janë pak. Në fakt është tecar shumë i madh dhe kam përshtypjen që po ti hyn mirë detrave, mund të gjejnë edhe anije të tjera. Dhe me Kolumbia me tezare fjala ka thënë që ky thesar nuk do t'i shkojë asnjëriu, por do të bëhet një muze i veçantë me thesarin më të madh në botë që zbuluar, kështu që mendoj se është zgjedhja më e mirë. Pastaj fillon sezoni i ri i Casa de Papel. Casa de Papel, zgjedhja e muzeut të thesarit. Una noche con Hugel. Do të vi tani Hugel Ale dini që patjetër se atë do thoja. Besoj e dini që është rast për të mos u humbur Eagle Beat Festival, për të qenë aty për të dëgjuar muzikë të mirë, për të shijuar muzikë të vërtet me DJ të cilët ne mund t'i kemi parë vetëm në për video YouTube me hitet e tyre, ose për ata fatlumët që kanë qenë në Ibiza apo në vende shumë interesante, i kanë ndjekur aty live, tashmë janë në Shqipëri, ndërkohë që nata e dytë është po ashtu me artistë super të mirë që janë shqiptar dhe besoj që kanë ngjyra për të gjithë ata që pëlqejnë larmishmëri muzike. Eagle Beat Festival në Tiranë 13, 14 dhe 15 qershor, ne ndërkohë shijojmë Una noche con Hugel. Na falni për frëngjishten, por kemi një tjetër informacion, një tjetër lajm që ka tërhequr vëmendjen e mediave roz kryesisht gjatë kësaj jave dhe ka të bëjë pikërisht me bashkëpunimin mes Fifit dhe Eglit Takos. Është bërë një lëmsh pak, le të themi, rrjeti, sepse 2 javë më parë Egli ishte ftuar te Goca dhe Gra dhe tha që kanë një bashkëpunim shumë të mirë, do publikohet së shpejti, u publikua kënga, pastaj u fshin të gjitha postimet që kishin me njëra tjetrën, u aludua për një mosmarrveshje, një ndër mediat kosovare, ajo prive, tha që Egli ka patur pak kënaqësi, pra ky keq kuptim ka ndodhur nëpërmjet ndarjes së të ardhurave për klikime të tjera me radhë dhe skaluan 2-3 ditë dhe kënga u ripublikua. Fifi hodhi sërish në YouTube edhe po aludohet tashmë dhe komentet nuk kanë qenë aq të mira, duke qenë se publiku e mendoi si një strategji jo të mirë komunikimi, strategji jo të mirë marketingu, pra këto grindjet apo vëmendja që mundet të merret prej tyre. Ne në fakt nuk kemi asnjë informacion të vulosur nga gocat, sepse ende kanë zgjedhur të mos përgjithsisht nuk të shpëtojnë nuanca, detaje, çfarë tani unë nuk di më shumë sepse vajzat kanë vendosur të mos flasin asnjëra dhe as tjetra, kanë filluar bëjnë postime në rrjetet e tyre sociale dhe publiku po ashtu dhe mediat po shkruajnë që mund të jenë kunja për njëra tjetrën ose ndoshta strategjia e marketingut për të marrë më shumë vëmendje po vazhdon. Kështu që deri në momentin që do të zgjedhin të flasin të dyja, nuk kemi një informacion zyrtar. Megjithatë, nëse është strategji marketingu për të marrë vëmendje dhe për ta bërë këngën akoma edhe më të klikueshme, besoj që ja dolën, pavarësisht se publiku po i komenton jo dhe aq mirë në komentet e tyre. Pra ti nëse me rëndësi që po flasin në raste si këto, me rëndësi që ka marrë vëmendjen ajo produkti që ato do ofrojnë në fund, kështu që besoj komentet negative harrohen, zveniten pas një periudhe të caktuar, me rëndësi që të marrin vëmendje që ato kanë kërkuar që të marrin vëmendje. Produkti final, thua ti. Por duke i njohur të dyja, mendoj që vërtet mund të ketë ndonjë hatërmbetje. Domethënë Fifin e njoh pak më shumë se Eglin, por mund të ketë ndonjë keq kuptim. Me qira fjala e përshëndesim Fifin, është çakmak, po është çakmak i mirë, pozitiv. Çakmak i lezetshëm shumë. Të përqafojmë nga studio e Top Albania Radios. Mua që thua ti më ka bërë përshtypje një lajm tjetër akoma. Ky është një djalosht pa shumë buj fillimisht, më duket pak se historia e Forrest Gump, nëse e kujton në filmin Forrest Gump, kur u nis me vrap i vetmuar dhe bëri për vete gjithë botën me vrapin e tij, është një shqiptar i quajtur Sep Ponari, i cili është nisur nga Cambridge në Britaninë e Madhe dhe do të arrit tropojën.
Bravo. Ti imagjino që kur shko ble buk me këtë vap. Edhe çoroditë shqiptarë është njësë janë gati 2750 kilometra. Që ka ndërmend t'i bëj duke vrapuar. Ka ndërmend t'i bëj, ka rritur goxha kilometra deri tani për një hark kohor 40 ditor mendohet që do arrit ta kopsisi të gjithë rrugtimin e tij. Dhe është me të vërtet një rast i rrallë. Pra kam përshtypjen në Po pse more? Pyetja ime është kjo pse. Do hyn në Guinness për këtë gjë, bëhet më interesante fakti pse, pra pas vrapit bëj paqe me veten, thotë se trupi është në dhimbje, bëj meditim, dush, hajdark dhe mundohem të qetësohem dhe të flej gjumë. Ka me ndalesa. Ka me, patjetër. Po thash, kujdes. Nuk e di. Ec para, të dytin me pak gaz. Unë mendoj që nëse ai arrin shëndoshë mirë dhe patjetër që të arrijë shëndoshë mirë deri në Tiranë, unë them Stormi ta bëj imazhin e vet. Po, me gjitha të energji. Ta bëj imazhin e vet dhe ai pastaj nga Tirana të vazhdoj rrugtimin. Po gjatë rrugës që do vrapoj këtu tek arena kur të kalojnë në Tiranë, po dalim ti japim disa kuti, disa kanaçe Storm që të marrë energji dhe të niset me shumë pozitivitet drejt Tropojës. Më pëlqen që marrin iniciativa të tilla, sidomos lajm bëhet për ne dhe fakti që zotëria është shqiptar, sepse në çdo cep të botës, nëse thuhet shqiptari, është lajm direkt. Nuk ka rëndësi se çfarë ka bërë ky shqiptari, mjafton që të jetë shqiptar. Dhe këto lloj iniciativash përveç se na bëjnë që të jemi pjesë e librit Guinness, por na bëjnë edhe të kuptojmë që po, nëse ti vë qëllim vetes, një dras mango të kemi dhe tregojmë në forma të ndryshme. Nuk do ta thënë në këtë formë, do ta zbukuroja. Ca në forma pozitive dhe ca në forma negative. Në rastin konkret është formë pozitive sepse po flasin në media dhe ndërkombëtare për një djalor shqiptar që bën diçka ndryshe dhe në fakt në fund të ditës është edhe një shembull shumë i mirë aktiviteti fizik, pra. S'të kam pyetur ndonjëherë, nëse do merje pjesë ndonjëherë në Guinness. Për çfarë specifike mund të ishe ekspert dhe fitues? Duke më njohur ti e di se çfarë përgjigje do të jepje. E lash. Por nuk po të jap live. Se nuk do kishte pip që ta duhet të pyes, vërtet. Okej. Se çfarë ndodh? Por pas shqiptarit që vrapon kishim edhe një shqiptare tjetër që pastaj do jetë dhe arbër. Që e pani, po më duket se e kanë thyer këtë rekordin, ka qenë një grua që e ka zgjatur shumë. Kush është që ma prezanto? Po e thyve rekordin e asaj. Ma prezanto kush është. Besoj që mund të kesh përfitim. Po thosha edhe një grua tjetër shqiptare dhe ajo ka thyer një rekord tjetër noti të verë. Okej. E tentoi herën e parë, nuk ja doli para ti problematika dhe ritentoi edhe një herë të dytë pra, përveç me këmbgulje. Guximit të shqiptarit edhe kokforcinë e shqiptarit që kaloi me not vetes mund t'ja dalë. U nis nga Italia me not dhe arriti në brigjet shqiptare. Kështu që ti vajzë dashur mendoj se çfarë do bësh me çfarë do surprizosh shqiptarin në ditët në vijim me një rekord Guinness tjetër se mua ma shpreh. Më gjete fix personin më sportiv të mundshëm që të mund të thyej rekord. Për gjumë ndoshta. Ose kush rri më shumë koltuk pa bërë asgjë. Kjo është ëndra ime, për shembull, nga gjithë kjo lodhje që kemi me punë, vrap andej, vrap këtej, kjo jeta kaq dinamike që kemi, dëshira ime e pas disa ditëve lodhje është pikërisht kjo, që të rri në koltuk, të shoh televizor, të hapi sllëqe. Me këtë të ndenjur, për shembull, japonezët kishin një tjetër Guinness. Kishin një lloj kampionati që e bënin, kampionati i puthjes, pra 2 çifte ose jo, s'është të kenë qenë çifte. Kush rri më gjatë duke u puthur? Kush rri më gjatë duke u puthur? Jo, nuk jam ke puthja fare. Hajde aty hec. Është vap shumë. Është vap shumë. Jo, më jam trish me dikë i puthur për 4 ditë rresh. Po. Klik, shkojmë prapë te J Balvin dhe Omega, është bërë shumë latin ky program Arbor. Shumë. Siç na ka hije në fund të ditës, kërceni me Jore që ka KLK.
Jo klik. Omega. Apo ashtu është. Jepi Skerdi e dëgjojmë bashk. Gjibo ka ardhur edhe është këtu në Top Albania Radio. Do të bëhemi gati për pak minuta pas edicionit informativ që ta kemi në studio, por përpara se të vinë çunat, do të jetë bashkë me Tirin. Ke marrë të fiqen në dorë me vetë. Këto thash nga Gjibo ka bërë disa statuse, për cilat ne do flasim pjesën e dytë, ka bërë xhirën e rrjetit, pastaj janë përgjigjur podcaste të tjera, pastaj Gjibo sigurisht që nuk mund të rinte pa folur, ka qenë Alketa Vejsiu me sa duket që i ka dhënë një përgjigje, por unë mendoj që është stafi i saj dhe jo vetë Alketa. Statusi është ky. Do doja pastaj në fund mendimin tënd. Të nderuara, para se të bi sërish në dashuri me ndonjërin prej jush, po ju sqaroj disa gjëra për mua që t'ju kursej juve kohën dhe vetes time dhe lotot e zhgënjimit. 1. Nuk kam të ruajtura leka, as euro, as pound, as cash, as në bank, as pasuri të patundshme. 2. Jam i papun, nuk marr rrog. 3. Nuk pi drogë të asnjë lloji. 4. Pi duhan. 5. Jam xheloz, shumë xheloz, jo se çka ke qenë para meje, por se ç'a je me mua. Nuk godas femër, po arritja aty puna më shpifesh dhe largohem, po të bëra blok për çështje xhelozie, do me thënë se të dua. Po të putha në buzë, do me thënë se të dua, kur të dua nuk tradhtoj, kur nuk të dua, nuk them se të dua. Kur ndahemi të mendoj shumë non-stop, çado që të bëj, ditë natë non-stop, dhe e 12 pika e fundit, disa herë më mban fiksimi me vite, disa herë të tjera me javë. E kam derisa të kuptoj që ti nuk më do. Ju faleminderit për mirë kuptimin dhe bashkëpunimin. More Gjibo. Është thjesht Gjibo, këto nuk mund ta. Do ta pyesim më ka, po ishte pak i rënd si status, sidomos termin që ka përdorur dhe shumë ndjekës i kanë kthyer përgjigje, i kanë replikuar atë që ka shkruar dhe pastaj Gjibani ka bërë një sqarim në rrjetet sociale dhe thotë që nuk e kam me askënd që njihni ju. Por me rikthimin e dikujt të dikurshëm në jetën time që ka dëshiruar të rihys sërish në jetën e tij së fundmi. Dhe një status tjetër që po ashtu ka ngjallur shumë polemika, është pikërisht ky. Ka më shumë armë se unë, më shumë njerëz me vete dhe fansa se unë, më shumë hite dhe talent se unë, më shumë lek se unë, më shumë lidhje nga politika dhe nga bota e krimit se unë, koncerte, bashkëpunime, forcë fizike dhe çfarë tjetër, jo më shumë se unë, trup më të stërvitur se unë dhe jam i sigurt që shumica e femrave që më pëlqejnë do t'ja direkt, do më thonë do i afroheshin atij direkt, e prap se prap merresh me mua. Me qa partie jam, çfarë varë se varu në qafë dhe sa sukses kam me muzikën. Ti thu se merrem me tekstet e mia me ty, por unë të them që jo. Çfarë don të vdes unë që të qetësohesh? Interesante kjo, por ka. Do ta pyes, mezi po e pres. Keni dyshim ti para sa thua? Kam, nga përshkrimi. I përshtatet dikujt. Nuk e merr dot çfarë është e imja. E zem se kape një femën që më pëlqen mua, bëj gjithë stilet, nuk e bën dot me undjesje bëj unë, se ti nuk e shpirt, ja ke shit djallit, e ke të pikturuar në fytyrë. Gjibo. I kishe parë këto statuse? Ka patur një javë poetike me sa duket. Zjarr, Gjibo, zjarr. Çka për brenda? Edhe këngë të reja po ashtu. Kështu që ne do ta zhbrilojmë, do ta analizojmë, do kuptojmë më shumë se çka ka dashur të thotë në këto momente. Se Gjiba ashtu është, nuk është një gjak nxehtë e kemi parë e pranon vetë, kështu që ashtu i kanë ardhur, ashtu i kanë thënë dhe të shikojmë Gjibo që ndoshta ka reflektuar, ka të njëjtat mendime me ato mendime të nxehta që ka pasur në momentin. Do ta pyesim. Ka edhe këngë të reja dhe ekskluzivitetin e këngës së tij më të re do ta kemi sot në këtë program Top Albania Radio, por për pak minuta ne do të shkëputemi, ju do të dëgjoni edhe edicionin informativ të orës 19 në Top Albania Radio dhe ridëgjojmë në pjesën e dytë të Pardon My French. Ju premtuam që do të kemi dy çuna fantastik sot të ftuar dhe ja tek i kemi Gjibani dhe Tiri në Top Albania Radio. Mirë se erdhët çuna. Mirë se ju gjetëm. Ej, po hënjer si jeni? Mirë. Si u ka gjetë kjo verë? Mirë, shumë bukur, jemi me një hit.
Me hit veror na ka gjet. Shumë në paqe me njëri tjetrin si bashkëpunëtor, jo si ca. Fillon gonja. I kemi shok me shoqe. Po. Thjesht po themi që ne po ja dalim ban shumë mirë, nuk po zgjemi për përqindje. Kjo është e rëndësishme. Ishte ai pushimi bashkë në Turqi që ju sheshoi çdo. Ai pushimi na ka bërë shumë nder, më thënë të drejtën, se xhirëm dhe klipin atje. Pa. Ndihmon shumë. Na foli pak Klajdi për precit që kishin me aktorët me atë vajzën. Ej, po si ka mundësi që e bindi Klajdi? Asnjëri nga ju? Më thënë e çuditshme. Më tha mu fillimisht ta mu shifja ata, ne kishim paqur në fillim atë gozën se vinte në syre. E ke parasysh edhe tha, "Çkoj ti themi era asaj." Unë pa shpresë fare thash, "Po mirë ma Klajdi, çko bëje xhiro, po kota e ke bër." Si kemi arrit në një pikë të muzikës që është më rëndësishme, bën më shumë sensacion të flitet se si u kap modelja, se si arritëm ne dy që ishim që u bë do dalim o xhipa do dalim aty. Ja dhe nuk na e dha të kohën të dyve të përgjigjemi. Unë duhet të përgjigjem asaj. Tani është vetëm për ty. Faleminderit. Si arritëm dhe ishin pushimet në Turqi, nuk ishin pushimet në Turqi sepse ne fillum këngën para se të shkojmë në pushimet në Turqi. Ishte mirëkuptimi të dyve edhe vlerësimi që kemi për njëri tjetrin, qysh aty brenda edhe pse kanë ekzistuar polemika, po e kemi vlerësuar njëri tjetrin si artist. Faleminderit shumë. Kjo është shumë e vërtetë. Në fakt se e keni treguar edhe gjatë qëndrimit aty pavarësisht sa kështu. Çka pa më Bigu ashtu është tani. Nuk ka kuptim pa ato. Unë me thënë vërtetën te Bigu kam shkruar të paktën 20 ca tekste, të paktën. Edhe përveç asaj këngës që modifikova bëra remix për shtatat këngën Tirana që e quajta Big Brother. Po. Nuk është se pata mundësinë të ngjizoj se mu dha prioritet apo ndonjë gjë për me u marr me art. Domethënë aty ishte bjerit i bim. Po ka qenë edhe produktive pra se ke krijuar. Me gjithë bjerit i bim ke krijuar. Çka kam krijoj në kushte, në gjitha kushtet, po ta kam llafin që do doja shumë që disa këngë, disa krijime që kishim aty të kishim pas mundësinë të realizonim kur ishim brenda te shtëpia, jo domosdoshmërisht pasi dolëm. Tiri? Po. Për ty si ka qenë e gjithë kjo? Eksperienca. Se ke krijuar me thënë të drejtën disa këngë aty, por edhe ky bashkëpunim eksaktësisht. Kam tentu, po, me thënë të drejtën. Shikoj, unë bashkëpunim me Xhibon ka qenë shumë interesant se unë pasi dola kisha dëshirë me bë një bashkëpunim. Paska se s'ka kisha thënë dhe s'e kam thënë herë. Tani po e merr vesh. Kisha dëshirë me thënë të drejtën, po ka qenë ai sikleti, duke qenë se brenda shtëpisë kemi pas sa polemika siç e diskutuam ca sikleta, thash po t'ja them mirë, po do kush di se do përgjigjet, e ke parasysh? Edhe në moment bukur erdhi më tha Xhibo vet pastaj. Ora tha pse se bëjmë këngë tash. Po ndoshta e ka kuptuar Xhibo që ti e kishe. Me thënë drejtën përveç se vlerësimin që kam pas për Tirin si artist, edhe që nuk e ka humbur për asnjë moment të qenit artist aty brenda, edhe këtë e kam pa më shumë ti pasi kam dal kur kam pa videon që un kam bë fjalë me Krisën dhe Tiri që në mënyrë shumë të vetëpërmbajtur shikon kështu po çfarë bën edhe nuk futet, nuk involvohet, e kam vlerësuar shumë këtë gjë. Një kjo e dyta punës ka qenë edhe Fifi dhe Angela Peristeri që më kanë këshilluar të dyja që pse nuk bën një këngë me Tirin, pse s'bëj këngë me Tirin, ka shumë zërin e bukur, është domethënë ja vlen edhe përveç zërit ja vlen. Po, i përshëndesim goca. I përshëndesim të dia. Harbër. Dhe si përfundim është bërë zgjedhjen e durave. Nuk çdo gjë vajti ashtu siç mendoj. Artistikisht flasim se. Artistikisht, me thënë të drejtën, ishte too good to be true, shumë e mirë për qenë vërtet se na vajtën gjërat. Sigurisht që dham kontributin ton si nga ana artistike ashtu edhe nga ana financiare, por edhe me ndihmën e pushimeve on top, domethënë prodhimi Top Channel, me thënë drejtën arritëm atë produktin që deshëm sepse nuk është më vetëm muzika, ana e audios, është ana e videoklipit është shumë e rëndësishme, që mos thëm pa që e rëndësishme, ndoshta edhe pak më shumë. Edhe është duke edhe në shikon tani që dole prapë ka jona atë që videoklipi është më rëndësishme. Me rëndësi është patjetër videoklipi. Ja, mirë, se bëjmë shakane në çfarë. Me radh. Tani ajo që unë dua të di nga të dy ju, teksa ju sheh veç, ndoshta dikush që nuk e dinte që mund të ishte një këngë kaq e bukur me ju të dy, ndoshta nuk e lidhte dot stilin tuaj së bashku, por ja që ndodhi. Po. Domethënë edhe ka funksionuar shumë mirë. Tiri tani po anon pak
më komerç, se ke qenë më rock dikur. Po. Po ndihesh mirë se Xhibon e kemi në stilin e tij. Jo, shumë mirë. Po, thotë që dhe Xhibon ndoshta po bëhet pak rock apo ka arritur ti në një javë fare do doja shumë të bëhesha pak më rock se që jam, po për fat keq jam kjo që jam nuk bëhem dot. Është arritje të kesh zërin e nuancat që ka Tiri. Është arritje, është diçka e cila kërkon shumë vite, me thënë drejtën unë nuk kam pas të prirje, kam pas prirje për nga muzika urbane, për nga zhanri urban, por sigurisht që admiroj. Do doja tisha. Ndërsa për sa i përket dëshirës për të bashkëpunuar me rock artista, e kam pas gjithmonë si dëshirë dhe thjesht erdhi. Tiri, si u frymëzove për të krijuar këtë këngën, se sapo e tham që është më rock Tiri si natyrë, por këtu jemi ndryshe. Shiko, Tiri është më rock si natyrë, është vërtet, domethënë netët live gjithmonë kam këndu muzikë rock, pa çka se prodhimet e mia për këngët që kam krijuar në qenë vogëlie deri tani nuk është se kanë qenë aq rock me thënë drejtë, por rocku ka qenë si më thon pasioni im. Kënga lindi si, domethënë doja të krijoja diçka të veçantë me Xhibon, edhe kisha këtë motivin, këtë refren. Hispomani. Unë kaq kisha fillimisht, domethënë diçka të tillë, pastaj bashkë me Xhibon e zhvilluam dhe arriti aty ku është sot. Është pjesë e Top Awards tashmë, edhe faleminderit Top Awards. Janë disa këngë tuaja tashmë që janë pjesë e Top Awards. Tiri ka po ashtu edhe këngën e tij me Besën, që është pritur edhe ajo shumë mirë, edhe ajo pak më ndryshe se që jemi mësuar të shohim edhe ty dhe Besën. Dhe duket që kjo pjesa po ju bën pak më komercial. Aty jam pak më ndryshe, se me thënë drejtën ke materiali me Xhibon e gjej pak më shumë veten. Domethënë jam pak më, si më thënë, është pak më Tiri deri diku, ndërsa ajo me Besën pastaj është komplet eksperiment, për sa i përket asaj që unë di të bëj. Edhe ajo ka rezultuar një këngë e suksesshme, me thënë të drejtën. Besa kishte idenë me bëj një këngë tjetër, e thash unë po pse, se është ja propozova unë këtë këngë. Ka më shumë klikime komerçi? Domethënë pak më komerçi, nuk është aq komerç. Shiko, komerçi nuk është tem shumë e gjerë kjo, me thënë drejtën. Unë di të them që komerçi është një gamë shumë e madhe, nuk domethënë diskutim shumë i gjatë. Jo në konotacion absolutisht negativ, sepse komerç do të thotë këngë të cilat fiksohen, kërcehen, kanë ritëm dhe publiku i pëlqen dhe i bën replay gjithkohës. Po trend në informëse. Unë kam pas qejf domethënë të tentoj të bëj gjëra të tilla. Në momente kam gjetë veten që i sekond thashë I can do that, mund ta bëj këtë gjë. Kam bërë rreth 15 vite për të cilën, domethënë unë konsideroj që kam bërë 15 vite muzikë të mirë, dhe tani jam në fazë tranzicioni, që nuk do të thotë që nuk po bëj muzikë të mirë, thjesht jam në një fazë tjetër, po eksperimentoj, po bëj muzikë pak si më elektronike, pak më dance, më komerc. Edhe bashkohesh me zhanra të tjerë, në rastin e Xhibos që është një ndër reperat që legjenda Xhibani. Është kjo puna e tjerë. Kjo puna e tjerë, jam legjendë e tij. Di se çfarë do të thotë fjala legjend si fillim. Kjo puna e tjerit që përshtat zhanrin e tij edhe bën këtë daljen në komerc, sepse edhe për faktin që tha që i kam dhënë 15 vite muzikë të bukur, është pak si puna ime me hundën, që kam jetuar ja 44 vjet me këtë hundë dhe tani mendoj ta bëj atë. Ka një tranzicion estetik. Kështu që për sa i përket muzikës hip hop, zhanri urban ka vend, edhe gjithmonë ka pas vend për tu adaptu. Qysh në kohët e lashta, Ice Cube, Rage Against the Machine, Rage Against the Machine ka qenë me Slipknot, mos bëj gabim që ka bë te War and Peace, domethënë kanë me Linkin Park, ka sa Redman Method Man me Limp Bizkit. Ka ekzistuar gjithmonë ky kombinimi. Po, vërtet. Po ishte ka qenë shumë e lehtë ai procesi i krijimit, ka qenë shumë i lehtë sepse kur erdhi Tiri, erdhi me atë melodinë dhe ne pastaj e zhvilluam komplet gjën. Domethënë koha për sa kohë kemi shkruajt tekstin dhe kemi bë melodinë. Edhe kur futesh TikTok dhe shikon që e kanë vjedh nga Armend,
Do ta flasim. Po do të flasim herën tjetër që Pas do bëjmë publicitetit. Okej, herën tjetër që do bëjmë këngë, do kemi një telefon kështu që shiko po bëjmë këngë, ta komentojmë. Faktojeni, publicitet. Si ishte atë? Mua m'pëlqeu pjesa, s'jam për dashni, jam për Kamasutra, si ishte? Është për ato vajzat, thotë më duan shumë, thotë jo më përqafojnë fort, më pusin dhe kur haj hutra, nuk kemi dashni, kemi veç Kamasutra. Shkurt pastër bu. Pagabime. Tani çfarë tha Krisa? Tanin, domethënë apo? Po, Krisa tha mbylli mend tha se herë Nina. Nina herë Spomanita. Tash i mund shuj më shu, kështu do të rregull. Si t'jet vati. Kështu do të merr. Si t'jet vati. Si kanë qenë komentet e para? Si kanë qenë impakti i parë në publik që Për të dy materiale po flet apo për të tranzicionin. Shiko pozitive, më thënë drejtën. Kam është një audiencë më e gjerë. Mua m'pëlqen ky tiri, me thënë drejtën. Me vërtet, thank you, faleminderit. Edhe mua m'pëlqen, me thënë drejtën. Nuk është se bëj me sforcë, është diçka që mund ta bëj dhe po e bëj. M'pëlqen. Ka bë super lehtë. Pjesën e tij, më fal që të ndërpres, pjesën e tij mënyra si e ka interpretuar, si e ka shkruar gjitha, e ka bë super lehtë, krejt natyrale. Nuk është se unë dëgjoj këtë që dëgjoj, sigurisht do ta dëgjoj, do ta respektoj se e di që origjina e tij është nga aty, nga muzika alternative ose rock. Po më duket sikur tiri ka qenë gjithmonë duke bërë këtë gjë. Po, ka qenë këtu, pak R&B, pak Po patjetër, shiko, unë thash që gjatë gjithë këtyre viteve ne do të live kanë kënduar muzikë rock, po kanë bërë dhe këngë, kam interpretuar dhe këngë tjera patjetër. Kështu që impakti ka qenë i mirë. Pra ky tiri është tash ka audiencë më të gjerë, patjetër që tani do të bësh një impakt. Edhe një 2-3 sherrë të duan me çunat. Tiri ke intervista tjetër hapur me kapele për shkap. I bën karriera këtu me zinxhira. Po ka kujt ndërpret fjalën. Çake. Edhe armi që i thot po si se pse ke vuajtur tiri? Po ja se kam shit kuiz po. Ulos pra. Tani Gjivo le një bisedë për gjysmë para se të hynim publicitet. Kush tha që e keni marrë nga armenat këtë këngë? TikTok. Po, ka specialist të preshit. Diun se janë ta ka një shoku im Klodi nga grupi Plus 55, përshëndes dhe grupin dhe Klodin, thot për filanin, për shembull thot, bën sikur merr vesh nga gjella me presh. Ora ka specialista shumë pa mas, futen TikTok, futen Instagram, aty në YouTube do thon budallallikun e tyre, ka dhe dashakeqas, njerëz që bëjnë on purpose, qëllimisht për të hedhur balt mbi një artist, mbi 2-3 artista, varet për nevojat secilit. Po. Është konkurrenca shumë e fortë me komercin, është se themi pse nuk bë komerc, po bë komerc, jo se nuk bëj komerc, jam underground. Po momentin që bë komerc është sikur po shkon për vajzën më të bukur që ka klubi brenda. Ke bryla, ke luftë, është nuk është gjë e lehtë, është gjë shumë e vështirë. Unë dëgjova atë këngën që supozohet ta kishim marrë. Që i ngjan, pra bëhet fjalë për një këngë të Eurovizionit. Jo që i ngjan. Supozohet. Thot TikToku që i ngjan. Thot TikToku e thot jo budallam, TikTok ose 10 budallë. Po. Lutem, jo tash më fal, me shumë respekt, po. E dëgjova dhe thash mos tash nuk i ngjaka fare. Do doja të ngjante i çik që të bonte lajme, ke parasysh. Ngjan pak, po s'kishte lidhje fare. Po që të bëhet lajm mund të bëjmë një që ti ngjajë dhe të kenë arsye të na akuzojnë për vërtetë. E fortë ishte të marrim këtë këngën që na kanë akuzuar. Bëjmë po këtë. Bëjmë. U bë dhe teksti direkt aty. Tekstin apo Gjibo për direkte për 5 minuta. Tani me këto tekste Gjibo kohët e fundit, mos këto javët e fundit i ke pas çik punët kështu me spec, me persona të caktuar. I ke bërë një 2 statuse. Po. Po i kam bërë një 2 statuse. Ti sqarojmë pak? Respektivisht të parin unë i lexova të dy në fakt para se të vjeti në studio. Pra njëri kishte të bënte me vajzat dhe mënyrën se si ti dashuron. Po nuk e pranoj këtë, nuk e pranoj. Që kishte të bënte me vajzat nuk e pranoj, se un kam thënë fjalën që kam thënë, nuk kam thënë vajzat. Un po të doja të thoja vajzat, besoja kam tregu. Ke thënë fjalën? Po. Shkrepe? Ta shkrep? Po, kam thënë fjalën. Po shkrepe. Sorry, I didn't get it. Sorry. Oh, I buku çeka.
do ta kem parasysh për mbas 5 vjeç kur ti ikin nervat legionit me çka kanë bësonte. Edhe të pranojnë prapë në radio, do ta kem parasysh ta bëjmë ta përdorget. Ajo është për bip, duke qenë se jemi live, nuk e bëjmë dot në montazh, kështu që e kemi live. Okej. Edhe sigurisht që ja kam vërtetuar publikut që unë kam fjalorin aq të gjerë të pasur sa të di të them edhe fjalën vajza dhe fjalën femra dhe gra, po edhe këtë fjalën tjetër. Po doja të isha drejtu vajzave, do kisha thënë fjalën vajza, nuk e kisha me vajzat, me gjitha vajzat. E kisha me dikë specifikisht. E kisha me 2-3 vetas në mënyrë specifike. Okej. Në profilin tim kam të drejtë nga momenti që nuk ofendoj gjërësisht njerëzit. Unë thash të nderuara kjo kategori, keni parasysh që momentin që do doni të më afroheni për shkak populariteti që kam fituar, ju gënje mendja se mund të postoj, a mund të shikoni me një njerëz i cili ka mundësi ekonomike, mos u gënjeni sepse unë nuk i kam këto mundësi. Dhe po ti kisha, nuk ndjem i plotësuar t'ju blej me të mira materiale ose me shumë monetare, nuk ndjem unë i plotësuar, ndjem shumë bosh për veten time. Kjo ka qenë gjitha, tani pastaj se si është interpretuar nga clickbaiters, nga fashiste të pseudofeminizmit e të woke kulturës, këtë unë nuk mund të shpjegoj shpjegimin. Unë aty kam shpjeguar diçka për veten time, tani thërritem të shpjegoj shpjegimin tim. Edhe kjo gjë do bëhet si një lëmsh. Pra e kishe specifikisht për 2-3 persona të caktuar nga jeta jote personale, me askënd që të ndjek ty. Me aftë ta lexosh dhe ku është qartë. Kush ka thot Jezusi në Bibël, kush ka vesh let një gjoje, kush ka sy let shikojë, kush ka vesh, domethënë kush don ta kupton që I drejtoj dikujt specifikisht. Si që nga kjo gjë, nga ku dola unë, nga erdha unë nga planeti Mars, që do quj gjitha vajzat, gjitha femrat, do t'i quj... Si do e bëj? Po si më thëmë për këngën Hispomanin që s'na e një për asi Për që ta bëj unë po, tashi, do më të të thëmë këtë. Dhe ti se thua, do që se thua, se... Unë momentalisht jam shumë i dashur me një vajzë. Okej, shumë i dashur. Super. Okej, nuk më intereson se qa do thojnë 4-5 veta, 4-5 djeta, 4-5 jetë, m'isë m'intereson fare, ndihem shumë bukur me një person. Tani, si dal une dhe e përgjithsoj këtë njeri, si do fus unë kushurinë, shoqet, gjitha femra, është absurde. Do më thënë, si guxojnë njerëzit, edhe njerëzit, po ca njerëz, edhe e përgjithsojnë, që kjo ka pas me gjitha. Jo, nuk e kam pas me gjitha, kam pas me ato që e kam pas. Statusi parë. Statusi dytë. Tjetri kishte të bënte me një reper të njohur, më sa kuptohej? Jonida kishte dyshimet e veta. Reper thuti, unë nuk thash se ishte reper. Jonida ka dhe një emër në fakt, nuk e di. Jo, nuk kam emër, po sikur unë aty nuk thot se është reper. Okej, mund të jetë dhe artist. Po, artist është po. Është artist. Pra nuk është reper. Nuk është reper, nuk kam thënë asgjë, nuk i kam shpif diçka, kam thënë ato që ai thot. Po shikoj që në krijimet e tij. Po mirë, ti drejt për drejt gjithmonë, do ta themi emrin apo? Valla, kur të nxjerr kallashin unë të bëhem gati. Me kallash se nëse kam përballë me njerëz të armatosur, nëse kam përballë me njerëz me lidhje të forta, nuk dal dot me bë gangsterin, me bë vandamin. Okej. Sepse pra nuk është reper, okej. E sqaroj këtë. Kush është? Shqipëria kjo është, që të shesish tu duhet të kalosh këtë gjë. Domethënë po unë tash i po nxjerr kallashin nxjerr për punë tjera, unë du me bë muzikë, prandaj kam zgjedh muzikën që mos të bëhemi kallashit. Dhe bën shumë mirë. Po të kisha vendos të bësha i asaj gjës, do isha bëj asaj gjës e do vazhdoja me atë gjën. Nuk doja lija mangut. Kurse nga momenti që kam zgjedh të merrem me vargje, me nota, me bite, me koncerte, unë duhet të bëj këtë. Nëse audienca nuk do më respektoje si rap artist, as si artist, pse? Sepse nuk e promovoj. Tani shqiptari jemi, nuk ka shqiptari më akademik, më intelektuale, ka dikën në fis që ka një vit mangu dhe është tjetër ndrysh. Tashi nuk edhe unë i kam kontaktet e mia, po tjetë ta shes veten time ashtu, por problemi im është ky. Problemi im është shumë i thjeshtë. Dëgjoj 1 2 3 4 5 artista, se nuk është vetëm një. Edhe prandaj e them pa emër, sepse janë disa dhe du t'i djegi të gjithëve atyre që kanë bërë këtë gjë. Ma përmenin, nuk përmenin emrin, po domethënë marrin aspekte që kanë të bëjnë me mu, jo për syrin, jo për diçka tjetër. Nuk po flas se du ta shpjegoj edhe këtë, se më është thënë shumë herë, nuk ka lidhje, du ta them, kam shumë respekt për stresin, e konsideroj shok,
e kam pas shok që shkuar, më sjell mirë, jam sjell mirë edhe jam ul kam biseduar me të edhe i kam muhabet të shumë, kështu që mos guxojnë ai njerëz se këtu të fusin sherr këtu në Shqipëri me hire me pa hire, nuk ka lidhje me Arkimedin, fare zero. Është i respektuar nga ana ime, prindrit e mi kanë pa njoft agjen e vet, kam fol me Arkimedin, kam pas fatin të takoj dhe tjatin e tij. Nifet edhe me njerëz tjerë të mirë, kështu që domethënë absolutisht nuk ka lidhje me Arkimedin. Ka lidhje me disa njerëz, të cilët përmendin, hedhin kuja për mua, dhe unë i kuptoj. Kur hedhin kuja për mua, e kuptoj që e kanë me mua. Dhe unë tani nuk merrem, pse nuk merrem? Ta kanë mundësinë publikisht apo privat? Bëjnë publikisht pastaj nxjerrin këngën e tyre të re, edhe fillojnë tani të bëjnë si gangstera. Edhe hajde t'i bim këtit. Ore, nuk është ndonjë forcë e madhe më mund të mbish se unë tek pull. Unë as nuk jam me gang këtë moment, nuk jam me band, se ti ishte që jam me band si isha në 2005 që kisha grupin plus 155 dhe nëse nuk kishim band e mirë fill, të paktën ishim 4 veta që kishim nga mbrapa 40 veta të tjerë. Unë nuk është po prezantoj me band, unë lëviz vetëm. Unë më shikon mes Tiranës, mes Trubikut, në Zejmen, në aeroport, në Angli, në gjitha vendet e botës, më shikon vetëm. Nuk është ndonjë forcë e madhe, nuk është ndonjë trimëri e madhe se do merresh me mua. Ata le të merren, po nga momenti që merren, do të thonë se unë kam diçka që ju djeg, dhe kjo diçka që ju djeg këtyre është që unë kam dalë para këtyre. Kam bërë 3-4 gjona, nuk kam dashur ta prezantoj veten time ti jap helm rinis e të dalë, kanë qenë tjerë ata që kanë dalë kanë promovuar dhunën të parë, unë nuk kam promovuar dhunën, unë kam fol për çështje sociale. E jam shumë krenar për këtë gjë. E kam bë on purpose qëllimisht, paguaj konsekuencat e kësaj gjës, sepse si thash, 5 lidhje i kam dhe unë i kam pas qysh atëherë. E mbyllim me këtë mesazhin e bukur që Gjibo ka zgjedhur që edhe në fillimet të tij të jetë pak më social, të flas për tema sociale. Kemi sërish publicitet dhe do të rikthehemi sërish në studio me bisedën me çunat. Po me këngën time të re? Tani pas publicitetit. Rikthehemi në studio për të ndalur sërish ke çunat dhe tani tek publikimet e reja. Gjibo na premtoi që sot do të na jap një ekskluzivitet dhe po ashtu edhe Tiri nuk e kemi me audio, por me fjalë nga Tiri. Flasim pak për këto projekte tani se e di që keni shumë në përduar, në përvesh, në për këngë, në për rrjete, në për zemër, po e bën se ti e ke deklaruar tani që i bën me zemër gjëra. Faleminderit. Tiri? Po, pas 2 bashkëpunimeve kam plan të bëj një këngë vetëm. Solo, okay. Si do bësh këngë pa mua? Ku shkon ti pa mua? Atë do bëjmë atë pra, bashkë do bëjmë atë që lam. Më ndau e dashura tani po mbledh bashkëpunëtor. Po ti jam mirë. Për statuset e bën apo? Edhe unë për statuset. Okej, është prekur, besoj. Po, kam një projekt solo gjatë verës, pastaj kam një bashkëpunim tjetër në Shazani është ky solo që të kuptojmë tranzicionin që po shkon. Është pak më shumë gujtar, domethënë vjen pak gjys flamengo. Nxorë ftyre. Është edhe kjo një lloj eksperimenti, se vjen pak gjys flamengo. Është nice, është eksperiment i këndshëm. Kështu që po, ky është plani për dhe në shtator një bashkëpunim tjetër. Në shtator një bashkëpunim që del në tetor në fakt. Okej, me koncertet si ke qenë? Me koncertet kam 6 muaj që i kam shkëputur, që para se të futesha në Big Brother, me thënë drejtën, duke qenë se po merrem, i kam kushtuar shumë rëndësi dhe vëmendje materialeve, këngëve, projekteve, bashkëpunimeve. Edhe duke qenë se live-et ndryshe nga koncertet, live-et me bende, të marrin goxha energji dhe kohë dhe prova për kushtim. Tash i kam stopuar për momentin, sigurisht që do rikthehem prap një moment se nuk rrit dot pa të. Por që për momentin kjo është situata. Do të rikthehem shumë shpejt. Do na ftosh, besoj, ja? Patjetër, je para. Gjibo ka, unë jam te ai festivali që u reklamu këtu dhe ju bëj thirrje atij festivali dhe gjitha festivaleve të na marrin dhe Gjibanin e Tirin, të na përfshin në koncerte, sepse edhe ne kemi talent, kemi hite, kemi këngë, kemi karrierë dhe nuk kërkojmë shumë, unë personalisht vetëm 3.000 euro duk, kështu që jam kret ekonomik, jam me shumë interes. Ndërsa për sa i përket koncerteve nuk është se kam pas shumë oferta, sepse është kriju ky klani që është kriju. Pash që do ishe me Angelën apo jo? Me Angelën po, Angela është sikur e ka emrin Angel, ka funksionuar si Angel për mua edhe atëherë kur as kërkush nuk merrej me mua pasi kisha aksidentu këmbën në Angli,
edhe që askush nuk u kujtu për mua dhe Angela u mor, bëm remake këngën Të dua e gjithmonë domethënë ka qëndruar pranë me këshilla të sakta. Fatkeqësisht nuk ja dëgjoj. Për sa i përket koncerteve nuk është se kam oferta shumë pak oferta me çka kam mundësi t'jap. Kënga që do dëgjojmë sot dhe do jetë ekskluzive për Pardon My French Top Albania Radio quhet Moj pjeshkë. Pse ky titull? Ne vdesim për frutat të freskëta në këtë emision. Sepse ditën gjithë na pëlqen shumë. Sepse ditën e parë që e njoha, kish parku keq, ne u larguam nga Tirana. Edhe i gjeti dikush numrin e telefonit përmes targës, e mori telefon të vajzën që i dedikohet kënga dhe i thotë që hajde lëviz makinën dhe unë që u stresova thash tani që do rri kam mundësinë të jem me të, po duhet me u kthy prap. Dhe kjo që thotë jo, le nuk ka problem, le të vjet ta marri, nuk e kam parku gabim, e kam parku sakt, është në rregull, le të vjet ta marri karotreci nëse është i parku në gabim. Dhe në atë moment merr telefon shoqën e vet dhe i thotë moj pjeshkë edhe e pyet domethënë që pra është histori reale. Po, është thënia e saj, edhe është vetëm një gjë që më ka ngel nga ajo, kjo thënie dhe desha ta bëj këngë që ta mbaj mend, se më ka dhuruar momente shumë bukura. Edhe ndaj e bëra këngë. Ta dëgjojmë? Po. E dëgjojmë. Jefi, skerdi e dëgjojmë. Moj pjeshkë, shkruajta një vjershë, desha me të haruti, si shte aq e thjeshtë. Moj pjeshkë, shkruajta një vjershë, desha me të haruti. Ma pa të thënë tu pjeshkë ti moj, ke me mbloku e s'ke me mujt me mbloku. Ma pa të thënë mu pjeshkë ti moj, mos bëj gabime se ke me m'kërku. Po kalën ditët e nuk është më loj, jam të pyet vetën a thut ka mungu. Ma pa të thënë se nuk do gjesh si mu, sa shumë të du, moj, sa shumë të du. Elegante, trupin si flutur, kur jemi bashk jem vërtet sa bukur. Ti dhon makinas, ja shtrëngoj dorën, du me e mbajt, nuk du me pa orën. Gushën e kuqe, gushën e bardh, in e ëmbël, si kup shampanj. Kur lem takimin, bizem si zjarr, e shikoj rrugën, e pres me ardh. Ma pa të thënë mu pjeshkë ti moj, ke me mbloku e s'ke me mujt me mbloku. Ma pa të thënë mu pjeshkë ti moj, mos bëj gabime se ke me m'kërku. Po kalën ditët e nuk është më loj, jam të pyet veten a thot ka mungu. Ma pa të thënë se nuk do qesh si mu, sa shumë të du, moj, sa shumë të du. A e kam kjo? A e kam mys? Shumë kjo, shumë. Ka një ritëm që të fikson, të bën të kërcesh, por e dëgjove edhe ti tiri që ka një pauzë, u ndalua diçka. Po, sepse censura u bë gabimisht, në vend që të bëhej cut, duhet ishte bë silent. Aty unë thjesht thoja ku është ajo macja. Se do mbrasi le gjoni, po e thash edhe këtë pa macja. Lore. Brapa televizor. Telefoni. Se u bëm lëp. Tani. Kjo është kënga e re e Xhibanit dhe besoj që do të ketë shumë shpejt edhe një videoklip. Po, absolutisht, do ketë shumë shpejt videoklip. Edhe videoklipin duhet ta gjëroj në jug, edhe kam njërin këtu që e kam vënë se me shkullë gjiru. Të dashur spektator. S'quhet spektator, si quhet audiencë, do të tash dëgjues, faleminderit. Ja, kjo u gjeta gabim. Të dashur dëgjues, videoklipi do xhirohet tek Stone Beach nga komiteti në Qeparo. Ledioni, më futi dhe mua. Në dy vopse, në këtë dalon. Ska gjë. Ndjet që ti je shumë i për nduroj kabiku. Ai këto i di ka të. Shumë mirë, shumë mirë. Tani sot e këtë tjetër në re. Ma zhduk nga. Mos ta shoh fare. Ishte një këngë shumë frutore, siç kishte edhe titullin dhe besoj që do jetë do ke hitet verore. Do zoti futet hitet verore, të betojmë sa mund të më shkojë mendja, domethënë kam shkruajt me gjithë shpirt, e kam shumë gjana të vajzën.
është thjesht shpreha që ajo e përdor edhe rastisi mora po të kishte thënë po ta çonte diçka tjetër unë ato do përdor. Apo kjo ishte shpreha edhe duke qenë sigurisht ke shkruar me një frymë, s'ka marrë shumë kohë, duke sigurisht ka marrë lloj frymëzimi. Ja ka qenë. Gjiba ka bërë një këngë tjetër para pak ditësh që unë kam shumë qejf, është një pak pivi. Pak pivi kjo thotë se më gajet. Pak pivi kjo. Po prodhoj me Alandin, po prodhojmë materiale të reja, cilën e falenderoj shumë. Është super i papam. Të falenderojmë gjithashtu dhe Erjetin, i cili na kompozoi, na orkestroi muzikën për Spomanin. Po është një producent i cili me të vërtetë është shumë i zoti, përveç se është djalë shumë i mirë. Muzika që ka bërë aty, nuk e di, është shumë sweet, shumë funny, mënyra si e bëni shumë shpejt. Gjithashtu po është avantgard. Është shumë i mirë në atë që bën edhe e ka sounding clean, e ka tingullin të pastër. Çka ka mbiemrin e Erjeti? Barbullushi, Erjet Barbullushi. Bravo. Përshëndesim, është talent Erjeti. Punon me çunat me produktin e tetën, me cilë milionin nga. Punon Erjeti gjithanë, punon. Po aty ka ajo studio më shumë. Po, është muzikant shumë i mirë, është pianist dhe basist shumë i mirë. Sepse flasim për herë për këngët, mirë po pjesa e backstage-it po. Domethënë edhe në këtë rast me të vërtetë që doja që edhe Alandi dhe Erjeti të kishin atë që meritonin në vendin e tyre. Pjesa e backstage-it po është pak më tepër, pavarësisht se ju gjithmonë e gjeni rastin të falenderoni bashkëpunëtorët tuaj, por meritojnë çunat që të marrin. A mos e lek kanë marrë ta meritojnë. Ta kthejmë tani. Kemi publicitet Skerdi dhe pastaj do të rikthehemi për pjesën e fundit. Një prekje të fundit me çunat, po. Jemi sërish në studio në minutat e fundit, pardon my French, por do doja të ndalesha pak tek Tiri gjatë qëndrimit tuaj në shtëpinë e Big Brother, ke kënduar, ke krijuar, ke kompozuar dhe në fakt disa nga këngët janë bërë edhe goxha virale. Njëra prej tyre ka të bëjë me Eglin dhe Gjestin. Është një këngë e cila qarkulloi në rrjetet sociale pafund. Si është fati i kësaj kënge? A do realizohet? Do ta shoh dritën e publikimit? Shiko, është një pyetje që duhet i bëhet, pra duhet na bëhet të treve, me thënë drejt, duke qenë se jemi të tre bashkëautor në një farë mënyre. Kështu që nuk takon vetëm mua, po nëse unë jam pro patjetër që pse jo mund ta bëjmë. Sigurisht që nuk kam ndërmend ta bëj i vetëm. Sepse thash është kënga e të gjithëve neve. Po kam kriju edhe me Gjestin vetëm, kemi bërë këngë tjetër. Edhe me Daertin kemi bërë një rearrangjim të një këngë të huaj që edhe është shumë nice. Daerti kishte nxjerr këngë? Po, quaj mos ma prek Valbonën. Mos e ka për Valbonën. Parkum kombëtar. Normal, pse për këtë tjetër. Okej. Edhe po ashtu edhe me Rozanën kemi bërë diçka interesante. Domethënë jam munduar ti. Tani tek përgjigjja të marr pjesën? Po. Kjo me Rozanën do bëhet. E di këtë informacion. Interesante. Një dorë Turqitje. Normal. Nata. Po si bëhet që unë nuk e mbaj mend atë këngën më shumë. Se më vërtet e kemi krijuar aty brenda. E ka melodin kështu. Po si ka lutur shumë kjo këngë, nuk përshëndetet Rozanën. Po më shumë se veten. Edu. Është shumë e bukur kjo. Kurse ajo me Eglin dhe Gjestin është prit ma kujto pak Tiri. Mali kamet mar. Ai. Super. Dhe mërsa t'jem gjall. Ai. Është shumë e bukur dhe arkivi qendror i shtetit. Jukebox. Është e intonuar. Titullin Faleminderit. Tjetra që është bërë virale, me thënë drejtën, ajo kënga që kemi bërë bashkë me Gjestin dhe me Kellin. Po, dhe ajo është goxha virale. S'po më kujtohet as mua tani. Po dhe ajo, vërtet, dhe më kujtohet pak. Tani do t'i bëni këto këngët apo s'jeni takuar që pas Bigut? Nuk kemi takuar, se gjithë secili me projekte punëve vet. S'jeni takuar apo nuk keni folur fare? Fare, me disa banorë nuk kam folur fare, me thënë. Me cilin? Po me Gjestin një herë për shembull. Po. Eglin e kam takuar, është vërtet, kam komunikuar me pjesën tjetër. Egli është shumë mirë kur e takon Eglin kështu, domethënë edhe mu sillet shumë mirë, pavarësisht se çka kemi pas aty mbrenda, përqafohemi shumë, përshëndetemi në mënyrë për zemër. Po kur vjen puna për këtë bashkëpunimi, se dhe unë kisha shkruajt me Eglin, kishim shkruajt një këngë Hëna, Anona, s'pa mend se quhej. Po kur i thash për me u bë kënga,
Ta mund ta fol me menaxherin, sa bani të lutem ta fol me menaxherin, i thashë Egli kur e shkujtëm bashkë, shkujtëm me menaxherin. Po, ndoshta tani kanë ndryshuar dhe marrëdhëniet. Tash me cilat marrëdhënie qa? E ka marr një menaxher peng se nuk i kam qef fare. Po menaxhohet nga një studio. Dalin nga Bigu tash edhe e luajnë rolin, më fal se nuk bën dot me mua, duhet bësh me menaxherin. Po mirë, tani lidhet pa i dim ligjet e Shqipërisë. I dim ligjet e Shqipërisë dhe kontratat e Shqipërisë se sa tani ekziston fleksibiliteti, nëse don të bësh diçka, nuk të mban menaxheri për kome, as të mban peng, se mbi të gjitha me menaxherin tan ke mirë kuptim. Tani e dim se si funksionon. Shiko, dil ti para se nuk duan ta bëj, po të nxjerr ty para që të thuash ti të bëhesh ti i keqi. Good cup, bad cup. Po këto gjëra le të bëhen me ata që i hajnë, jo me mua. Nuk të fal Gjibo, nuk të fal. Domethënë këto janë ende pending si projekte. Mos analizo. Ajo të fiksonte. Mos analizo, ishte hit atë. Një album të tërë nga Bigu. Po sa do bënim aty tjerë? Përveç se zihesh, domethënë patjetër. Kështu që nëse do gjeni gjuhën, besoj që do bëj. Më vjen shumë keq se në fakt janë shumë të bukura. Janë vërtet shumë të bukura këngët. Po sa ka qenë vibe, ka qenë energjia, domethënë për kushtimi, nuk kishim telefona, nuk ishte janë ca elemente që bëhen bashkë. Se çfarë do bënit ju me kitarë aty? Edhe lapse dhe letër i krijoni me kushte. Domethënë nuk i kishim realisht, po. Me lapsysh. Po, lapsysh. Të gocave. Edhe këto kartonet e këtyre produkteve. Tani me Krisën ku jemi? Me Krisën në Tiranë për moment. Domethënë, sepse Krisa kur e kishim ne në lidhje nga Turqia, i thashun mos more, po domethënë gjatë bisedës çfarë ndodhi në Turqi, tha të gjithë po mendonin që tjerë do merrte hapin, po vetëm unë e dija që nuk do ndodhte, domethënë. Sot prapë me këtë, domethënë kudo që shkoj. Sa histori e bukur kjo, pëlqej ka shumë historia. Shkoj, kudo që shkoj, të gjitha të tjerët po ngulmonin që ti ta bëje këtë hapjen, po Krisa tha unë e dija shumë mirë tha që nuk do ndodhte, sepse e njoh. Vetëm unë se pas kam ditë domethënë këtë mohabet. Po ti si shkoj me një? Po, shiko, ajo është diçka që e bën kur e ndjen ti, edhe unë jam tip çik natyrë introverte, më thënë drejt, nuk pëlqen ti bëj këto gjëra kështu si të njerëz. Jo, e ndjen se ndjen, më fal për që po futem po të ndërpres, e ndjen se ndjen, më le vajzën pa unas. Po pra, po çdo gjë momentin e duhur patjetër. Okej. Po është siklet kjo se kudo që shkoj, ose do hapet ose do bëhet intervista me këtë. Propozove. Fejuar apo akoma? Jo, unë hapa se e përmendëm gjatë programit. Kështu që studani nuk ka asnjë problemi. Po ne do e presim, besoj do jetë e fshet dhe do ta zbuloni vet ju, se nuk pëlqejnë ty gjërat, nuk Jo. Si thua ti çfarë? Po jo më shumë. Si ta ke? Vazhdoni ju me tuaja. Faleminderit shumë që ishit këtu. Jeni shumë të mirë. Jemi më të mirë për zotin. Jemi më të mirë. A di sa të mirë jemi të dy. Jemi turp, kur dona me çon turp, sigurisht, kur dona me bë punë, me humor, me art, me krijimtari, jemi kaq të mirë, kaq të marr, e gjejmë mundësinë edhe pa pas buxhetin e Hollywoodit, bëjmë gjëra shumë të bukura. Ja vlen me na pas në koncerte, ja vlen me na pas në intervista, ja vlen me na pas shokë, shoqe, dashur, djalë, gjithë të mirat. Jemi më të mirët. Amin. Ashtu dhe, edhe dashur, faleminderit shumë çuna që ishit këtu. Ju uroj shumë suksese në çdo projekt apo iniciativë tuaja. Si sa shpreha fal. Ndoshta simi më të mirët, po më të mirë se ne s'ka. Plaçin ato vat. Më fal, ju bëj pyetje se ju jeni shumë më të mirët. Ku është shumë? Shumë. Ku është ajo pra? Ku është Lepurushi? Nuk është sot, e mori vesh që do vije ti dhe nuk e. Nuk e përballon dot. Shqyr Zotit që jam i dashuruar me tjetër kënd dhe nuk lëndohem, se po mos tisha do lëndohesh. Po bëjmë shaka, është në xhirime me pushime on top. Faleminderit çuna, shumë suksese. Do ta mbyllim me Nihna nga Tiri dhe Besa dhe ne do dëgjohemi të mërkurën tjetër. Ciao.